Ish presidenti I Venezuelës Nicolás Maduro doli për herë të parë para gjykatësit federal në New York pas arrestimit dhe transferimit të tij në Shtetet e Bashkuara. Seanca u zhvillua në gjykatën federale të Manhattanit nën masa të rrepta sigurie. Maduro u paraqit para gjykatësit në një seancë procedurale ku u njoh zyrtarisht me akuzat ndaj tij. Prokuroria amerikane akuzon për komplot për narkoterrorizëm, trafik ndërkombëtar droge dhe import të kokainës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas autoriteteve amerikane, këto akuza lidhen me bashkëpunimin e dyshuar të Maduros me grupe kriminale për të mundësuar trafikun e drogës drejt Shteteve të Bashkuara. Në sallën e gjyqit, Maduro u deklarua I pafajshëm, duke mohuar akuzat dhe duke u vetë përshkruar si një njeri I ndershëm. Avokatët e tij argumentuan se çështja ka motive politike dhe ngritën pretendimin për imunitet, një qëndrim që autoritetet amerikane nuk e njohin. Pamjet nga New Yorku treguan Maduron të shoqëruar nga forca të shumta federale nga qendra e paraburgimit në Brooklyn drejt gjykatës së Manhattanit. Jashtë godinës u zhvilluan protesta nga mbështetës dhe kundërshtar të tij. Seanca e ditës së sotme ishte formale, ndërsa procesi pritet të jetë I gjatë dhe kompleks, me pasoja të rëndësishme politike dhe diplomatike.